Kjo fundjavë ishte e veçantë për besimtarët të Krishterë në Lezhë. Biri kësaj treve, kardinali Ernest Troshani, mbajti një mesht në katedralen e Shën Nikollit, ku prit nga mijëra besimtarë që kishin mbushur kishën dhe ambientet përreth saj. Gjatë meshës së shenjtë, kardinali Troshani u bëri thirrje besimtarëve të bashkohen me Jezu Krishtin dhe të ndjekin udhën e besimit me devotshmëri dhe dashuri. Jemi lagëtarët e Bashkësht, lagëtarët e dashurisë. Kishte pak i gjithë popullit botës. Para fund të shëruset, bota ishte 1 miliard. E që zë vëzvet të kalume a 8 miliard e 800 miliard. Të gjithë bitë e bia të manzës që kërkojnë me pasë lumnia pamatë. Në këtë lumni, Krishti argati apë këtë rikut, muslimanit tanë, që të një që banë vëdhësedi me ashtetimin e nërgjesh që në balan, dë dërtusat me ranë shpërtar përdishëm, per me kënë, dashin e ditë pamatë, e hapsit në amënësimës jesë, e hapsit e njëllët e jesë, e hapsit e lavdit malëzët, e majnë malëzët, Krishti që të në islamatura, shpësej e në gjithë popit e posë, edhe ashtë ajën që të njerëzër që në posët vajtojë, salum gjakë që darë. Prania kardinalit Ernest Troshani ishte një moment feste për Lezhën dhe kjo u reflektua nga pjesëmarrja masive e besimtarëve, të cilët morën bekimin e tij gjatë ceremonisë fetare.